Ju e dini zona o zotëri që përpos regjisë, edhe ju pjesa tjetër që mu më pëlqen pjesa skenike. Mendoj që bëjmë televizionin më të mirë. Hajde ma thoshe. E kemi përcjell debatin edhe kemi diskutu të adresa me Arben Ahmetin kohë gjatë për debatin e këtyne burrave dhe grave të vushtërisë, orgare interesante. Na ka pas lënë përshtypje të madhe ky zotnia Shaban Miftari, i cili e ka një kauz për cilën ka hyrë në garë. Dhe këtu unë e shoh në vushtëri patjetër se do të ketë ballotazh, por kjo zonja Izmaku mendoj që do të jetë ajo kingmaker që i thojnë, që ka me ndiku shumë për me bon qeverinë komunale atje, varësisht se cili do të deli pari, edhe me kënd do të rështrohet zonja Izmaku, sepse unë mendoj që do të dele treta. Unë mendoj që Feriti Drizi për shkak që është pushtet dhe gjithmonë një avantaj e kanë njerëzit që janë aktualisht pushtet. Ta s'duhet me mohu, sepse i kanë informacionet, i kanë projektet, i kanë ato që i kanë kryu, i kanë ato që i kanë proces, dhe nuk shtongen para publikut, mos me di që ka me kallëzu, sikur dikush që i